7 minuta errësirë totale kur do të ndodh eklipsi diellor më i gjatë i mijëvjeçarit. Eklipsi më i gjatë diellor i mijëvjeçarit tashmë ka një datë. Ky fenomen unik ka zgjuar tashmë interesin e astronomëve, agjensive hapësinore dhe entuziastëve të hapësirës në mbar botën. NASA përshkron eklipsin si një shtrirje pothuajse të përsosur, duke vënë në dukje se asgjë e tillë nuk do të ndodhë përsëri për mijëvjeçar. Observatorë dhe qendra studimi të ndryshme tani po planifikojnë misione të ardhshme për të dokumentuar fenomenin si nga toka ashtu edhe nga platformat në hapësirë. Përveç veçantisë së tij, eklipsi do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të tetuar në thellësin më të madh atmosferën diellore, sjelljen e ionosferës së tokës dhe aspekte të tjera që mund të analizohen vetëm gjatë kësaj lloji ngjarjeje. Në një kontekst ku kushtet atmosferike luajnë një rol vendimtar, eklipsi plot paraqitet si thelbësor për brezat e ardhshëm të shkencëtarëve, eksploruesve dhe qytetarëve kurioz. Zhdukja e diellit. Për pak më shumë se 7 minuta, rrezet e diellit do të zhduken para syve të atyre që janë në vendin e duhur, duke lënë një gjurmë të pashlyeshme si në kujtesën kolektive, ashtu edhe në arkivat e shkencës. Eklipsi total diellor do të ndodhë në 16 korrik 2186 dhe tashmë konsiderohet më gjatë i regjistruar në historinë moderne. Faza totale e fenomenit do të zgjas 7 minuta 29 sekonda, një rekord që tejkalon shumë eklipsin e vitit 2009 i cili zgjati 6 minuta e 39 sekonda. Kozgjatja e saj jashtëzakonshme shpjegohet nga një sërkushte qiellore që rrallë përkojnë atë ditë. Toka do të jetë në Hel, pika e saj më e largët nga dielli që do ta bëjë yllin të ndihet më i vogël. Në të njëjtën kohë Hëna do të jetë në perigje, distanca e saj minimale nga planeti Ynë, duke i lejuar asaj të mbulojë plotësisht diellin për një periudhë më të gjatë kohore. Edhe pse është më shumë se 150 vjet larg, pritjet janë shumë të larta. Në atë datë, rruga eklipsit do të kalojë pranë ekuadorit të tokës, një zonë ku kalimi i planetit favorizon një kozgjatje më të gjatë të fenomenit. Kjo shtrirje faktorësh nuk do të përsëritet për mijëra vjet sipas vlerësimeve zyrtare. Por cilat vende do të përjetojnë errësirë totale? Eklipsi diellor do të hedhë hijen e tij kryesisht mbi Oqeanin Atlantik, megjithse do të kalojë edhe në zonat caktuara toksore që do të bëhen pika të privilegjuara vëzhgimi. Midis tyre spikasin zona të Brazilit Verior, Guajanës franceze, disa ishujve të Karaibeve dhe pjesës Afrikës perëndimore si Gana dhe Togo. Periudat e errësirës totale në tokë do të jenë të shkurtra në krahasim me ato që do të ndodhin mbi det, por ato do të na lejojnë ta shqyrtojmë fenomenin në madhështinë e tij të plotë. Në këto minuta qielli do të errësojë plotësisht, yjet do të jenë të dukshëm në mes të ditës dhe temperaturat do të bjerë ndjeshëm.